Tradhtia që shkatron bizneset nuk është ajo që mendon ti. Tradhtia nuk fillon me një grua tjetër. Fillon kur një burr mendon se është mbi disiplinë. Suksesi i shpejt i deh disa burra. Parat i bëjnë të ndihen të paprekshëm. Dhe aty djalli nuk i shtyn, thjesht i lë të lirë. Një mendje që kërkon kënaqësi të shpejt nuk mund të mbajë një vizion të madh. Libri thot qartë, kur një burr humb vetë kontrollin, ai humb kontrollin mbi gjithçka. Vendimet bëhen impulsive, marrëveshjet merren pa menduar, parat shpërdorohen, besimi prishet dhe pastaj i thot biznesi dështoi. Jo, ti dështove veten përpara se të dështonte biznesi. Djalli nuk ka nevojë të të shkatrojë. I mjafton të të shpërqendrojë, sepse një burr i shpërqendruar është burr i manipulueshëm. Nëse nuk e sundon veten, nuk je lider, je rrezik. Lexon Poshtja e djallit Napoleon Hill. Ky libër nuk të mëson si të bëhesh i pasur. Të tregon pse shumë burra e humbin gjithçka pikërisht kur mendojnë se kanë fituar.